Përshëndetje, sot shënohen 110 vjet nga rënja heroike e Isa Boletinit, një prej figurave më markante të historisë kombëtare shqiptare dhe një nga shtyllat e lëvizjes kombëtare për liri dhe pavarësi. Në këtë përvjetor ndodhemi në kullën e Boletinit në Mitrovic, vend ky që ruan kujtesën, sakrificën dhe idealet e një njeriu që tërë jetën e tij ja kushtoi çështjes shqiptare. Për të folur mbi trashëgimin historike të Isa Boletinit dhe rëndësinë e kësaj figure, sot jemi me njën nga familjarët e tij, Gazmend Boletinin. Zotëri Boletini, mirë se erdhët. Mirë se u gjatëm. Çfarë rëndësie ka, si e vlerësoni pas 110 vjete këtë datë të rëndësishme të rënies heroike të Isa Boletinit? Data e rënies Isa Boletinit ishte një goditje e madhe jo vetëm për familjen, por për gjithë kombin shqiptar. Dihet se jeta dhe vepra e Isës fillon qysh nga lidhja shqiptare e Prizrenit dhe në gjitha troje shqiptare dhe përfundimisht në Podgoricë me 23 janar me këtë datë ku gjendemi sot. Në fakt, unë jam, si të them, krenar me një moment ku ai përveç se dha jetën e tij, dha dhe familjen e tij, dha pasurinë e tij, dha gjithçka që kishte nga vetja që të formojë edhe shteti shqiptar. Figura e Isës çdo ditë po zbardhet dhe po transferohet ashtu siç ai e meritoi për veprën që bëri në gjitha trojet shqiptare. Ne sot, qysh nga mëngjesi, mysafir të shumë të cilët vizitojnë varrin e tij dhe i ranë nderim për veprën dhe sakrificën e tij të pashoq, besoj se mu si familjar gjithmonë është krenari, por është edhe inspirim që gjeneratave të reja do t'ja lojmë një testament të madh. Pra Boletini është një testament për krejt kombin shqiptar dhe kthimi i tij këtu në Boletin është një mesazh se si duhet atë dhejo, familja edhe kombi. Si e përjeton familja Boletini trashëgimin e Isa Boletinit, jo vetëm si figurë historike, por edhe si përgjegjësi për ta ruajtur dhe transmetuar këtë histori brez pas brezi? Nuk ka qenë e lehtë, unë si familjar, qysh fëmijë, edukimin, frymëzimin e kam marrë nga baba, nga familja, një familje e cila ishte përzekutuar në regjimin komunist, prandaj edhe ka marrë hapat e para dhe ka mësuar historinë qysh në shtëpi. Dhe kam vazhdu këtë proces tash 20 vite, ku edhe luaj rolin e Ciceronit këtu në kompleksin e kullave të Isa Boletinit, dhe jam mirënjohës dhe falimnderues për gjithë ata kolegë nga historianë sot që kemi me emën, jo vetëm në Shqipëri, Kosovë, në Maqedoni, në Maltëzi, por edhe ma gjerë studiues, që me të vërtet i kemi një bashkëpunim të jashtëzakonisht të mirë, dhe besoj që këtë jetën time ja kam kushtu dhe do t'ja kushtoj familjes Boletini. Por është një dëshirë imja që shteti i Republikës Kosovës t'i jap një rëndësi ma shumë, jo vetëm monumentit, po t'i jap edhe monumenteve tjera dhe familjeve tjera që t'i dhanë gjithçka për shtet themelimin shqiptar. Zotri Boletini, në fakt Isa Boletini njihet si nga figurat kryesore ose kyçe e lëvizjes kombëtare shqiptare dhe i quajtur shpesh generali i pavarësisë. Sipas jush, cili aspekt i veprimtarisë së tij mbetet i panjohur? Generale mu në fush beteja titullin, jo se dha vetës, po ja dhanë diplomat e huaj. E rëndësishme është që ne në fundet edhe në konferencat të ndryshme kemi trajtu jetën dhe veprën e tij. Para 3 viteve kishëm dhe konferencën shkencore nga arkiva shtetërore të Tiranës, Prishtinës, Shkupit dhe nga Mali Zi, profesor nga 100 kumtesa, të cilat e trajtuan Isa Boletinin në dokumente gjermanofone. Në fakt, është e rëndësishme ku në periudhën kur ai jetoi dhe veproi, diplomatë e huaj e trajtuan jashtëmase veprën e tij, por Isa nuk ishte nga ato që donte pushtetin apo e donte të jetë ministër, por ai e mori edhe titullin më të lartë nga vetë britanezët, titullin Robin Hood i Shqipërisë.
Kjo kull sot është një vend kujtese dhe reflektimi historik. Çfarë simbolizon kjo kull për familjen dhe për historinë kombëtare shqiptare? Kulla i Sabolitinit, vërtet kompleksi kullave të Sabolitinit është edhe para lindjes të Sabolitinit. Në fakt, Bolitini, familja jonë, realisht vim nga fshati Sniq. Data reale është 1750, që nga sërgjyshi i tij Hajdari. Dhe ardhja e këtij këtu në Bolitin ka qenë vendi ka qenë i pabanuar, po ka qenë jashtëzakonisht i pasur. Ku në 5 gjeneratat familjes janë marrë me gurponishtën, një guri i çmuar për gur të mulleve, por edhe një guri i cili ka prek majet e territorit ballkanik. Në fakt, edhe derisa kanë qenë i Sniq, si familje madhe që kemi qenë gjithmonë, asnjëherë nuk jam pajtu me vendimet që kanë qenë në kundër kombit shqiptar dhe realisht kjo ndodhi bashkë me këtë datë ku u shpërngolen 180 shtëpi, jo vetëm shtëpia jonë, ku edhe bashkëpërnguljes së familjes tonë u themeluan edhe 7 fshatra në zonën e Podgurit, në Istog, pra Rudica, Prekalla, Zabllaçi, Truboci, Muzhevina, Tomoci, Veriçi, ku edhe sot ne, edhe nga ato vite edhe nga ditët e sodit, ne i kemi lidhjet farefisnore. Rënja e Sabolitinit në Podgoricë, së bashku me djemt dhe niprit e tij dhe bashkëluftarët e tij, ishte një humbje e madhe për çështën shqiptare. Si e lexon familja sot këtë sakrificë në kontekstin historik? Në kohën e fundit kemi bërë trajtimin jashtëzakonisht të madh, po për fat bashkësisht i nipi i tij, i cili ishte tan jetën e tij, jo vetëm nipi i tij, po sekretari dhe bashkëluftari i tij vet Tafik Bolitini, i cili la një varg shënimesh nga gjithë ajo për kujdesit që njëste e agjën e tij hapasapi, por ka pas edhe shumë momentet të cilat janë shpjeguar në mënyra të ndryshme, edhe nga dokumentet malazeze dhe nga dokumentet e huaja, po del që margjinali do të ishte kjo, sepse Isa, pas largimit të Ismaj Bej Vlorës nga Vlora, do të thotë në Perugjat e Italisë, ishte një Isa dashte të largoj me djemt dhe nipa dhe bashkëluftarët e tij deri në Shkodër. Edhe pse në ato momente ishte edhe i smur nga malaria, edhe sa ishte në Vlorë i kishte marrë malaria ditë, ka qenë me ethë me temperaturë, dhe i kishte pranu grosisht ambasadori francez me emrin Alan Bilko, cili i kishte pranu grosisht, por mënyra tina kishte mënyrë diplomatike, ishte shumë gusht i lidhën me dhëndrin e kralë Nikolës, nikosisht dhe ministrin e punëve të brendshme Janko Vukotić. Në fakt, kërkesa Isës ishte që të largoj në Evropë derisa të stabilizoj situata në Shqipëri, cillavisht kishte fillu dhe edhe lufta civile dhe ishte në prag lufta e parë ballkanike, dhe kjo nuk ndodhi për arsye se trastia që është bërë nga ambasada franceze, ai veç u dërzu në duart e malazezëve në portin e Tivarit. Nga Tivari në Danilograd, Cetinja dhe në Podgoricë, sa ma fell territorit malazez, dhe në momentin e mbritjes në Podgoricë, do të thotë janë mundu të ndajnë familjen prej Isës në 2 tabore, mirë po s'kan pranu dhe pastaj kanë jetu në një shtëpi Lumoveçve, ku kjo familje tani jeton në Amerikë. Në fakt, pse aty në shtëpi, për arsye se ajo shtëpi dhe Ministria e Punëve të Brendshme malazeze ishin afër njëra tjetrës. Dhe është dashur çdo ditë të lajmërohet në atë shtëpi, dhe një ditë prej ditëve Isa kishte thënë se kjo ka një djallëzi shkoveja. Shpresa vetme për Isën tani ishte sepse Austro-Hungaria e kishte mujt Serbinë në luftë parë botërore, Serbia kishte kapitulu në fakt nga Austro-Hungaria dhe tani çdo ditë pritej që i mali Zita dorëzonte pa luftë pushtetin Austro-Hungarisë dhe në ditën e 23 janarit, pra ishte edhe ditë tregu në Podgoricë, ku i nipi i tij Tafilit thotë se Jonuzi, vllavi i Tafilit, pra nipi i Sabolitinit, kishte dalë me bleni kali që të ktheheshin për Kosovë. Dhe në Urën, dhe në anën tjetër të Urës, në fakt,
ku çdo momentin që këta u vendosën në shtëpi kanë qenë të rrethëkuar nga forcat malazeze. Do ta dim për opinionin që Krah Nikolla kishte angazhu edhe një njeri shtesë për vrasjen e Isa Boletin dhe ai ishte Sava Lazarević apo Sava Batarja me Novkën, cili më herët kishte bëu masakra të mëdha në qarkun e Pejës. Dhe moment kur Jonuzi del në urë dhe ata kishin kërkuar nga Jonuzi që t'i dorëzonte anë, ai s'kishte pranuar dhe këtu fillon të thohin krismat. Atëherë Tafili thot, momentin thot kur unë isha jashtë shtëpisë dhe kishta shku te berberi të ruan, muja ka qenë djali i dytë i Isës në postë duke volos disa dokumente dhe momentin kur fillojnë krismat, atëherë unë jam mundu që të mrite agja, që t'i lajmëroj për to krisma dhe para me kishte mri Misin Iman Balaj, kusherin jon nga Isniqe dhe Hajdar Adisheva miku i Isa Boletinit. Fjala e fundit të Isës ka qenë me ditë sotit mbaron. Dhe kanë dalë në urë, dhe moment të daljes në urë, thot Tafili, ka qenë e pamundur, edhe sot është një kthes, pa e kaluat kthes, thot nuk e mujt me dalë në urë, dhe moment kur kanë dalë në urë, thot ka qenë një hapësirë e hapën ku nuk kanë pas strehim. Dhe ka fillu krismat, Isa është vra vetiteti, në anën malazezve janë plagus 8 vetë dhe janë vra 4 vetë, 8 vetë janë vra, 4 vetë janë plagu, dhe momentet kur ne e kemi marrë lajmin që ata u vranë, ne jemi hina shtëpin ku kemi qenë ma herët të caktuar nga qeveria malazeze dhe kemi pas nga një bombë në dorë. Që rasisht vinë ushtria, thot ne të bëjmë vetë vrasje dhe mos t'i bim në dorë forcave malazeze. Për një moment, thot kemi ndëgju disa zërat e huj, duke pyethur se çka janë këto kufoma kështu. Dhe një nga komandantët malazez thot se këta ishin rebela, kishin filluar rebelizmin dhe kjo ishte arsyeja pse ne i vran. Atëherë thot kanë trokit në derë dhe kur i kemi hap derë ata i kishin drejtu pushkët ushtria malazeze drejt ne. Atëherë ne kemi thënë se ne nuk kemi rebela që shtojnë ata, për arsye se ata të vramet janë baba dhe vllazërit tënë, dojnë me na vra dhe ne. Dhe në atë moment, ushtria austro-hungareze nuk i kalon më mi prej kufomat, e kanë sjell hoxhën, i kanë kryer të gjitha rritet fetare dhe ushtria malazeze, ushtria austro-hungareze i ka dhënë edhe nderim ushtarak. Dhe nga ky moment, sepse Tafili tregon edhe në kujtime, thotë se me durët e mia thotë i kanë varros Agjen, 2 djemë të Agjes, 2 vëllezërit e mi, 2 miqtë të Isa Boletinit, Hajdar dhe Selim Radishevën dhe kusherini Misin Iman Balën, dhe nga momenti i varrosjes në pobrezhet të Podgoricës, në varrezat të vjetra të muslimanëve, dhe deri në momentin e zvarrosjes me 15 nëntor 1998 është rujt plotësisht nga xhallarët, kryesisht nga Bashkia Islame Mali të Zi. Sa mendoni se brezat e rinj po e njohin figurën dhe idealit e Isa Boletinit dhe çfarë duhet të bërë më shumë për të ruajtur këtë kujtesë historike? Ta them të drejtën, shumë din tani kohën e fundit për Isa Boletinin din shumë. Arsyeja është sepse i thashë më herët se këto na vizitojnë të gjitha shkollat e Republikës Kosovës dhe nga Shqipëria. Kemi pas edhe mënyrë të organizuar edhe nga Presheva, që vinë e vizitojnë Kullën dhe kanë mundësimi ndëgju historinë dhe veprën e Isa Boletinit nga dora e parë tonë në Boletin. Dhe ta them të drejtën, ato që deshta me thonë më herët, dhe momenti varrimit të Isës tonë në Boletin ka reflektuar jashtëzakonisht pozitivisht, për arsye sepse pas luftës ishin shumë përpjekje që ai të varroset këtu në Boletin dhe më në fund me 10 qershor 2015 trupi i tij tani pushon aty pranë gurit, ku edhe vetë kishte thënë ma shumë e du gurin e Boletinit se Sarajit të Stambollit. Ne përpjekemi gjithmonë, sepse ne edhe nuk po kemi edhe mundësi, ta them drejtën nga mysafirët gjithmonë me tregu rëndësinë dhe vlerën e Boletinit, po kohën e fundit i kemi kryer dhe Guidet kushtin që zume dhe zërim, për momentin janë vetëm në gjuhën shqipe, do ta bëjmë dhe gjuhën angleze, po mos të harrojmë se tash 3 vite kishim edhe OJC mundësia, cila ishte edhe në program të Ministrisë së Kulturës për funksionalizimin e muzeumit,
me drejtoreshën e OJQ Mundësia zonën Hasime kemi bo aktivitetet të shumta, të cilat përveç aty në aktivitete ishin edhe datat historike të ISA Boletinit, ku ato lidhen ngosht edhe me historinë e Kosovës dhe shqiptarëve në përgjithësi. Pas rivarrosës së ishtrave të boletinit në boletin, pra në 2015, çfarë ndryshimi ka sjellë kjo një ngjarje në raportin e familjes dhe të publikut me figurën e Isa Boletinit? Ta them të drejtën, për Kosovën ka qenë shumë e rëndësishme, sepse Isa nuk u varos në një vend neutral, u varos aty ku lindi, aty ku e mor veprën e parë, e mor akademinë e parë, dhe ishte shumë e rëndësi që ai të kthehej në këtë vendlindje, jo politike. Jo politike, kjo s'ka lidhje me politikën. Ai është kthy në vendin që e ka dashur më shumë se vetën. Prandaj edhe si familjare kom pas këtë mision që ta kryejmë në mënyrë të suksesshme, por jo vetëm. Faleminderit nga gjithë ata që na ndihmuan. Janë edhe disa familjar nga Istogu, janë boletin, që edhe në mënyrë financiare na kanë ndihmu gjatë përpjekjeve tona, sepse ishte një avanturë e ishtrave, janë apo s'janë, apo do të varrosin, apo nuk do të varrosin, por më në fund ajo kulminua me një sukses të madh, ku ne vazhdojmë me punu. Është një inspirim besoni shumë i madh nga vizita që na bën këtu në boletin. 110 vjet pas rënies së Isa Boletinit, figura dhe vepra e tij vazhdojnë të mbesin pjesë e pandashme e historisë kombëtare. Nga kjo kull që sot është vend prehje dhe kujtese, mesazhi i sakrificës dhe i përkushtimit për atë dheun mbetet i gjallë. Kujtimi i Isa Boletinit nuk është vetëm një histori, por është përgjegjësi për ta ruajtur, respektuar dhe përcjell brez pas brezit.